Beşiktashi është mundur në derbin përballë Galatasaray me shifrat 1-0, por për skuadrën Partezi protagonisti i kësaj ndeshje u bë gjyqtari, i cili fali karton të kuq ndaj ekipit që kryeson kampionatin turk. Për të treguar gabimin e kryesorit, klubi postoi në rrjetet sociale një ndërhyrje brutale të Leroy Sané, i cili kishte goditur në Kavilja Aslanin, për të cilën u ndëshkua vetëm me karton të verdhë, ndërsa vari nuk ndërhyri për të kërkuar të kuqin. Çfarë duhet të ndodhë më shumë, shkruante klubi Beşiktashi duke ju referuar këtij rasti që do të kishte ndryshuar fatin e ndeshjes. Sané ishte ai i cili në fundin e pjesës së parë dha asistin për golin e vetëm të shënuar nga Osimhen, ndërsa në pjesën e dytë u ndëshkua me karton të kuq për një tjetër faull në mesfush. Transferimi Christian Aslanit te Beşiktashi në merkaton e janarit ishte deri diku surprizë, pasi mesfushori kishte refuzuar oferta nga jashtë Italisë në ditët e mëparshme, por me sa duket Beşiktashi ka pasur një ndërmjetës të veçantë në rrugën për të gjetur akordin me lojtarin, por edhe një person nga i cili të merrte informacionet për mesfushorin e kombëtares shqiptare. Emirhan İlkan, futbollisti turk i Torinos, ka zbuluar për TRT Sport se klubi Beşiktashit nga i cili ai u transferua drejt atij të Serie A në vitin 2022 e kishte kontaktuar që të mësonte sa më shumë për futbollistin shqiptar. Aslani ishte një nga njerëzit në të cilët shkoja më mirë në radhët e skuadrës. Persona nga Beşiktashi më kontaktuan para transferimit të tij, ata më kërkuan informacione, teknika e tij është e nivelit më të lartë. Unë shpresoj që të jetë shumë i suksesshëm te Beşiktashi, tha futbollisti turk, i cili më pas zbuloi se edhe Aslani i kishte kërkuar këshilla. Unë i tregova për tifozët e Beşiktashit, Stambollin apo ambientet e klubit. Unë ja tregova gjërat edhe me detaje, zbuloi lojtari, i cili me sa duket ka pasur një rol të rëndësishëm te kalimi i futbollistit shqiptar në klubin turk.